Me qeverisjen tonë e kemi rritur për 70% ekonominë e vendit. 7 miliardë kena gjetë vitin 2021, 11 miliardë është si vjetë, në vitin arshëm bëhet 12 miliardë euro. Bugjetin e kena gjetë 2,4 miliardë në vitin 2021, nga qeveria që zgjati 6 muaj, 9 muaj gjithsej, e përbër nga dueti Hoti Bajrami. Si vjetë bugjeti 3,6 miliardë, pro 50% më i madhë se sa në vitin e parë qeverisjes tonë, e në vitin arshëm bugjeti bëhet 4 miliardë, apo 2/3 më i madhë se sa para 5 vjetëve. Po shtrot pyetja, pse ky bugjet është rrit kështu? Përpara s'ka ndisht apo s'ka ndosht? Qarkullimi i bizneseve për 6 vjetë është dyfishu. Ka qenë 12,5 miliardë në vitin 2019, viti parë para pandemik, se nuk bënd krahasom me vitin pandemik ku ka pas tkurrje ekonomike, dhe tash si vjetë qarkullimi i gjithë mbarshëm i bizneseve të nderuar të praneshëm është 25 miliardë. Nga 12,5 në 25 miliardë. Dyfishimi i qarkullimit të bizneseve. E si vjetë fitimi i korporatave në Kosovë është 2,3 miliardë euro. Prej 11 terminaleve doganore, 8 janë këthy shtetit, 8 janë gjithsej tash, edhe 3 kanë mbetë, edhe ato i kthejmë në pranverën e vitit 2026. Këtë rritje ekonomike, mesatarisht 6% në këto 4 vite, asë njëherë para nën 4%, të dashur qytetar, ne nuk e kemi mbajt për shtet, po e kemi shpërnda për shoqëni. Rishpërndarja sociale nuk është barë për zhvillimin ekonomik, po është karburanti i zhvillimit shoqëror. Duke e shpërndar rritjen ekonomike, e kemi zvoglu varfrin dhe pabarazin dhe e kemi rrit kërkesën agregate në ekonomi, e cila mëtej e shton qarkullimin e bizneseve dhe mundëson rritjen e më të tjeshme të ekonomisë. Pra, nuk është çështja vetëm që jemi të pa korruptuar dhe të pa korruptushëm, por na e kemi dhe drejtimin e duhur. Unë besoj që ata edhe janë korruptuar, edhe janë të korruptushëm sepse e kanë drejtimin e gabuar. Ne duke e pasur drejtimin e duhur, as jemi korruptuar dhe kur nuk do të korruptohen. Në Gjakove kemi edhe bazën e Forcës Sigurisë Kosovës, në Babajt Bokës dhe të ndërtojmë hangaret për fluturaket e Forcës Sigurisë Kosovës, e po ashtu këtu në Gjakov në Jahoc do të ndërtojmë edhe fabrikën e municioneve të parën në Republikën tonë të Lirë të Pavarur. Sysoj, parafërsisht 1 vit prej tani, nga fabrika e municioneve në Jahoc të Gjakovës do të dalin fishekët e parë të prodhuar në vendin tonë nga fabrika e municioneve atje. Linja hekurudhore, cila e lidh portin e Durrësit me portin e Thatë Prishtinës, do të kaloj përmes Gjakovës dhe në Shkodër, si një projekt kombëtar që sjell prosperitet, tregti dhe lidhje edhe më të ngushta me Shqipërinë. Tash u bën 1 vit prej se ligji për sigurimet shëndetësore ndodhet në sirtarët e gjykatës kushtetuese i bllokuar aty. 20 milion euro që na i dha Banka Botërore për sistemin informativ shëndetësor nuk i votoi opozita në Kuvendin e Republikës legjislaturën e 9, por me Kuvendin e ri dhe mandatin e 3 i hapim rrugë sigurimeve shëndetësore që janë tepër të rëndësishme e për të cilat ne insistojmë maksimalisht. Do të ndërtojmë mandatin e ri, spitalin e ri të Mitrovicës dhe Ferizajt, poliklinika specialistike në Drenas, Sharp, Poduje, Vitira, Oves dhe Leposaveq, si dhe poliklinikat specialistike stomatologjike